Këto janë pundore dhe janë shumë unike. Kur shkon nëpër ditëlindjet shoqeve ose të shokëve, ajo dërgon të tilla? Të tjerët e kom pa për shembull kur më thirrin shoqet në ditëlindje vajzat e tjera ajo çojnë lapsa kimika, stresante që shpenzohen shumë shpejt. Edhe unë thash Aden, unë ju kom quna e herë edhe one, ama kur ja kom nis biznesit me rruza, çdo ditëlindje që më thirrën ja që ka një rruzë ose dy. Edhe ndihet shumë i kënaqur personi që unë ja dërgoj. Pundore. Unë besoj që ky biznes ka me ecë shumë mirë. A ke me majt vetëm gjatë pushimit deri në shtator? Jo, besoj me majt edhe në kohën e lirë. Mami neve na i bën si challenge vjetor, si sfidë vjetore, që mrena një vitit për shembull që vetë kam i lexu 50 libra. Për momentin i kam lexu 5, se kom pas edhe ngarkime prej shkollës, se klasa 6 është pak më... 50 kemi lexu? Po. Po normal, vjen edhe me një shpërblim, në qoftë se unë brenda vitit i lexoj 50 libra, atëherë unë e marr një dhuratë diçka shumë të madhe, do me thonë që duona. Tashti, kur mami na i bën neve çto sfidat, mrena 103 vite sfida u konë unë me marru rruaza. Edhe tani veç kom vazhdu me po biznesin. Edhe tash, a mëj me ditë në fund vitit qa kime i kërku mamit për këtë vit? Për këtë vit... Ta ditër përgatitet mami që ka përpret? Me që kohën e lirë, që do ashta me cikë, me që kohën e lirë unë e shpenzoj të burruza, nuk e shpenzoj në telefon, si shumë të fëmijëve. Kom vendus një livë mamit, shumë rruaza. Shumë. Mam, bënu gati. Panu gati, në që gjepin, palaj mirë paret. Shumë rruaza. Edhe shqyqër zotit gjinden letë, kështu që buna, unë e mas pari uroj që shkolla me shku mbare mirë si një nxënëse shëmbullore që je, sepse të kemi pas misafirë dhe ma herët me aktivitetet e kulturës e cilat ti e pjesëmarshe edhe në shkollën tënde ku je në Elena Gjik. Por që kjo është diçka jashtë a shkollës, edhe unë urej shumë të ambash e të mos dorëzohesh edhe të shëndrosh me të vërtet në një biznes me të ordurat të mëdha, por edhe me sukseset të mëdha që dikur me qenë marka jote rruazat e bunës. Pse jo? Faleminderit. Unë pata shumë knaqësi që të pata në studio, edhe shpresoj shumë që kam të pas kur e hap edhe dyqanin tanë, sepse ne jemi online. Absolutisht me këtë energji edhe me këtë luft, edhe me mamin që ki kaq përkrase, absolutisht që kimi a dalë. Me shumë letë koka, kur po të këshyri kështu, po thonë pjanisi edhe one. Nuk e bona shumë të madhe për shkak të kohës, e bona një të vogël. Këta besoj që ja jepi djallit tezës, është i vogël. I vogël, edhe mundet me majta ma në dorë. Këtu pas kënë gjyrat të ndryshme, të rekomandoj me postu sa ma shumë story në Instagram, që sa e vogël për bebe tuaja të vogla, shumë e mirë. Posto sa më shumë, dhe njerës kër i shohin, motivohen edhe ma shumë e përësit. Çmimet i pas ke shumë për toke, edhe pak, të i profesionu këtu, të i bo pak ma rruzat ma shtrajta edhe të keme i rritë edhe çmimet, por tregu mbahet me sinceritet, kështu që vazhdo me qenë buna ka që mirë, sinqert, me ide kreative të sajna dhe biznesi ka me heci mirë. Faleminderit. Faleminderit ty buna që ishe sot në emision.